that hit their targets. And these have a direct hit. Avionet e parë nisën nga Aviano Italis mbrëmjen e 24 marsit. E bombat e para cak patën bazat ushtarake në Serbi. Ky operacion i NATO-s mbi saqet serbe në vitin 99 u komandua kryekpot nga generali amerikan Wesley Clark. Generali me 4 yje ishte komandant suprem i NATO-s nga viti 96 deri në vitin 2000. About 10,007 people. E lejen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Wesley Clark e kërkoi edhe një herë, 26 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë. Kjo për të paraqitur në dhomat e specializuara në Hag, i ftuar si dëshmitar nga mbrojtja në rastin Thaqe dhe të tjerët. Në pyetjet e avokatit Luka Mishetic, Clark tha se Hashim Thaçi nuk ishte komandant ushtarak. Ai ishte një prej personave më me autoritet, ishte më i riu, më bindësi, ishte personi që ishte veshur më mirë, ishte personi që kishte flokët në mënyrën më të përshtatshme. Me që e kuptova, ai kishte jetuar në Zvicër, fliste gjermanisht, nuk fliste shumë anglisht aso kohe, unë nuk flisja shumë gjermanisht dhe ishte e vështirë që të komunikoni me njëri tjetrin, por ai nuk ishte komandant ushtarak. Generali amerikan e mohoi se një sinxhir komandues ekzistonte në UÇK, por pavarësisht kësaj frikën ja kishte edhe ushtria serbe. Ishte e qartë që bëhej fjalë për grupe të pavarura, ishin grupe të motivuara, ishin duke luftuar. Ndonjëherë ata kapnin dikë, për shembull, në një pikë ata kapon një rus dhe unë thash që nuk jam interesuar për këtë gjë. Do me thënë me një fjalë nuk ishte mënyra komunikimi, ishin thjesht njerëz të vetë organizuar. Unë nuk isha asnjë dyshim që ushtria serbe ishte e friksuar për tyre, por nga ana tjetër sa i takon komandës dhe kontrollit ose forcës së koordinuar, asnjëra prej këtyre nuk ekzistonte. Clark foli edhe për masakrën e Reçakut, për të cilën tha se ekzistonte rreziku që ish-presidenti serb Slobodan Milošević t'i tjetërsonte provat e ta fajsonte UÇK-n. Ndërsa nuk la pa përmendur edhe krimin me të rënë të Miloševićit në Kosovë, atë mbi familjen Jashari. Kisha dëgjuar raporte se ishte vrarë familja Jashari, kishte shqetësime për këtë gjë, por kur shkova ta takoj presidentin Glegrov, ai më shpjegoi se tani do të fillojë një konflikt për shkak të saj. Kjo vrasje do të nxesë një konflikt. Ai më tha, shqiptarët do të kundërpërgjigjen, nuk do ta pranojnë këtë që ndodhi, shqiptarët do t'i përgjigjen kësaj vrasje. Ndërsa prokurori Matt Helling pyeti Clarkun për krimet që pretendon se u kryen nga UÇK, por Clark ishte i prerë në përgjigje. Nuk kam dëgjuar për këtë. Dëshmia e generalit në pension pritet të zgjas deri të mërkurën. Që na informuat se janë të ndërpritet